Lona, si ra policia në gjurmët e 37 vjeçarit, a kishte indicje të mëparshme apo ishte rastësi dhe çfarë dihet për të arrestuarin? Kanë qenë hetimet të bëra nga komisariati numër 5, por edhe informacionet të marra në rrugë operative që kanë bërë të mundur edhe ndalimin e 37 vjeçarit, ku në fakt përmes arrestimit të këtij të fundit u bë edhe parandalimi i një ngjarje të mundshme kriminale, bëhet fjalë për Perikli Doçin, i cili u arrestua në afërsi të liçenit të Paskuqanit. Fillimisht 37 vjeçari nuk i është bindur urdhrit të forcave të policisë për të ndaluar, më pas këta të fundit janë vënë në ndjekje të tij, ku kanë bërë të mundur edhe kapjen dhe arrestimin në afërsi të liçenit të Paskuqanit. 37 vjeçari udhëtonte me një motomjet pa targa të vjedhur. Dyshohet se nga grupi hetimor dyshohet se 37 vjeçari ishte përgatitur për një ngjarje të mundshme kriminale, ndërkohë kishte marrë edhe masa për të fshehur identitetin e tij, duke përdorur një maskë silikoni. Në çantën të cilën 37 vjeçari e mbante u gjetën 10 litra benzinë, një sasi lëndë plasëse, armë zjarri dhe municion. Ndërkohë në dëshminë paraprakë të dhënë para grupit hetimor, Perikli Doçi ka pranuar të gjitha akuzat që rëndojnë mbi të, por nuk ka dhënë ende detaje të rëndësishme për grupin hetimor, si për bashkëpunëtorët e tij apo edhe për porositësit e këtyre ngjarjeve kriminale që është përfshirë 37 vjeçari. Perikli Doçi është një emër i njohur për uniformat blu, pasi ka precedent të mëparshëm penal. Në tetor të vitit të kaluar, përkatësisht më 3 tetor të vitit 2025, ka qelluar me armë zjarri në drejtim të një banese dhe më pas ka bërë të mundur edhe djegjen e automjetit në afërsi të urës në fshatin Tapiz. Ndërkohë vetëm 2 javë më vonë Doçi ka hedhur lëndë plasëse në një tjetër banesë në të cilën u shkaktuan dëme materiale. Nga burimet hetimore kemi mësuar që ky fundi do të merret sërish në pyetje për të zbuluar edhe më tej bashkëpunëtorët e këtij të fundit, por edhe porositësit e këtyre ngjarjeve kriminale, por gjithashtu edhe për të kuptuar nëse 37 vjeçari ka qenë i përfshirë në ngjarje të tjera kriminale të mëparshme. Lona, faleminderit për detajet.